Për 2022-shin që t'jemi pak korrekt, pronarët e fermave të mbashtrimit shpend janë dëm shpërblyer në fund vitit. Në mos gaboj për 2025 nuk e di akoma, por nuk dua të hyj kësaj se nuk kam interesa ekonomike dëm shpërblen apo jo ata. Por si është situata, nëse ja hidhni edhe prillit, besoj ka shanse që të shpëtojmë pa influenca aviare këtë vit. Se mars-prill kanë qenë në të dy situata. Po, pikërisht. Në muajin mars ka qenë vitin e kaluar. Po, edhe 2022 po muaj mars ka qenë, fakt, diku mesi apo dhe diçi i fundit. Si është situata aktualisht? Kam vënë re që keni shkuar në stabilimente në mbashtrimit shpendëve, takime me fermerët, me fermat, po themi më të vogla, fermat e oborreve që kanë 100-200 apo nuk e di sa krerë shpend, përveç këtyre stabilimenteve të mëdhaja. Si paraqitet situata si vjet? Sepse duhet thonë edhe nga vjen risku që mund mos ketë lidhje fare, po të vjen nga larg për shkak të migrimit shpendëve. Pavarësisht se po dukemi se ndjehemi komod se kemi shfutuar nga influenca këtë vit, ne nuk jemi të qetë në kuptimin e marrjes masave. E përshëndes Kujtim Mersinin me qira fjala. Ne nuk jemi të qetë në kuptimin e marrjes masave, do më thënë masat i marrim njëjtë si kur ne të ishim në kohë influence. Shpendët migrator vazhdojnë, pavarësisht se jemi në periudhën gati të fund pranverës. Kemi bërë takime me të gjithë pronarët që importojnë shpend, që mbashtojnë shpend jo vetëm në ferma, po edhe në stabilimentet mëdha, për t'i ndërgjegjësuar ata për rritjen e masave të biosigurisë, pavarësisht se në shumicën e rasteve ne nuk kemi arritur ta evidentojmë nga na erdhi shkaku i virusi në kohën kur kemi patur jo më pak, po edhe humbjen e të gjithë fermave të shpendatu ku na ka rënë virusi. Grupet e veterinerëve kanë shkuar në stabilimente duke i njohur me protokollet e biosigurisë, duke marrë edhe masa në rast se do kemi çedim apo kushte të cilat çalojnë deri